Jemi në qëtë kopshtin e Medines, Bustanul Medine, për i thejnë, kopsht me hurma sot në prëm kjo hoxha, me gjithë umregjit erdhëm, edhe u knaqëm me thonë të drejten, vend i mrekullueshëm, e kishin bo për me pushimore, atë më dhe me ta rikujtua kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabeve, kopsht Bustanul Medine, po kretë me hurma. Këto trupat e hurmave këtu kishin bo për marak. Edhe kanë bo qaj, kafe këtu kije, banjët i kije, toaletet, ujnët i kije, e me hy këtu vetëm 2 rial, po kushtoj këtë, më thanë është një gjysë euro. Kushtoj, ma pa, gjysë euro qështë. Ama po hinshin, mashallah, se për shumë pushimi mirë. Pja për njaj ke këtu një kohë shumë, une kër hine kërë pash kështu, më kujtuat kopshtet që i kena mësu, kopshti i Osmanit, e kopshti bafqe e Osmanit, e bafqe Abdurrahman ibn Aufit, e bafqet e disa sahabëve. Kështu që në këtë vend shumë në pëlqej, mashallah të barekallah, ky kopsht i mirë, ka që i bukur. Edhe u këna me hangër kështu hurma këtu, more me qaje, kafe, edhe dita. Këtu po shërbeshin disa qunatri, e kishin si zanat këtu, me pru, i thejnë arab që ma ulverd, uj drandafili, tha moti kanë shërbyen këtë vend, edhe bom që të farë vizite që shtu qysh shpëna shihni, assalamu alaikum, barakat.